Ura e Novoselës, e ndërtuar në vitin 1917 nga italianët, mbetet dhe sot një nga veprat më të njohura infrastrukturore të zonës. E ndërtuar me harqe karakteristike të kohës, ura ka shërbyer për dekada si lidhje mes dy brigjeve dhe dy qyteteve, Fier dhe Vlorë. Sot mbi këtë urë kalojnë vetëm këmbësorët, ndërsa ajo ka mbetur si një relike historike që kujton ndërtimet e vjetra, të cilat vazhdojnë të rezistojnë kohës. Edhe pse nuk përdoret më për qarkullimin e automjeteve, ura e Novoselës vijon të tërheq vëmendjen për arkitekturën dhe historinë që mbart, duke qenë një dëshmi e rëndësishme e trashëgimisë infrastrukturore të zonës. Banorët e zonës e konsiderojnë urën si një simbol të historisë dhe kujtesës së qytetit. Shumë prej tyre kujtojnë kohën kur mbi këtë urë kalonin automjete, tregtarë dhe udhëtarë që lidhin jugun me pjesën tjetër të vendit. Edhe sot, pavarësisht viteve, struktura e saj vazhdon të qëndrojë solide përballë kohës së ndryshimeve. Pamja karakteristike e urës mbi lumin Vjos mbetet një nga elementet më të fotografuar të zonës, ndërsa kalimtarët ndalojnë shpesh për të parë nga afër këtë vepër të vjetër inxhinierike që vazhdon të mbajë gjallë historinë e saj.